Mëngjesin e kësaj të diele, besimtarët muslimanë në disa qytete të vendit falën namazin e Fitr Bajramit. Në Durrës, falja e namazit u krye në sheshin para xhamisë së madhe të qytetit. Me qindra besimtarë u mblodhën në shesh dhe kryen ritin fetar herët në mëngjes. Edhe në Elbasan, besimtarët kanë marrë pjesë në faljen e Fitr Bajramit të mbajtur në qendër të qytetit. Falja drejtohej nga Muftiu Agim Duka. Ne si shoqëri do të përballemi në procesin e zgjedhjeve. E kjo është një mundësi dhe provë për të treguar emancipim dhe ndërgjegje. Në Kukës, besimtarët musliman falën namazin e Fitr Bajramit në xhamin kryesore të qytetit. Muftiu Emirion Vathaj tha se kjo ditë shënon një nga ditët më të bukura të kalendarit islam. Ju uroj besimtarëve musliman anën ban, kudo që janë ato, gëzuar këtë festë të shënuar të Fitr Bajramit, Allahu sjell mirësi dhe begati në familjet e tyre gjithmonë. Edhe në Berat, besimtarët musliman falën namazin e Fitr Bajramit. Falja e namazit të Fitr Bajramit nga besimtarë të shumë të bë mëngjesin e kësaj të diele edhe në qytetin e Delvinës. Për besimtarët kjo ditë shënon shpërndarjen e lëmoshës, solidarizimin me të varfrit në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të gëzojnë së bashku këtë festë.